i madh. Duhet thënë që sonte përveç Halloweenit, ose si Halloweeni, që është ditë e frikshme, është festë e frikshme, me maska, me gjëra, me kështu njerëz urasin, një festë shumë e çuditshme kjo që na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani në këto momente që po flasim ne për shembull gjithë kalamajt, por jo vetëm, janë duke ardhur vërdall për pallate dhe trëmbi dynjan, kështu është kjo festë. Ka qenë një ditë e errët, një ditë e zezë edhe për pushtetin. Erion Veli ka qenë në GK, dhe pastaj Balluku sigurisht u thirr si e pandehur, i u komunikua një akuzë në SPAK. Përpara se të vinte ai moment, le të flasim pak për ikjen nga kjo jetë, nga kjo botë, të Fatos Nanos, liderit themeluesit të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Pikërisht sot, në datën 31 tetor për Halloween, Nano na tha: "Lam të mirë, ne i themi mirupafshim. Mirupafshim tos." Ja. Dhe sigurisht që, si që do zakonin, të gjitha studiot janë të mërzitur njerëzit, her pas here ka dhe lot, ne do ta marrim me buzëqesh, se Tosi ishte njeri që vetëm buzëqeshte dhe merrte jetën shumë lehtë, ndaj edhe mbetet një personazh ndryshe nga të tjerët. Kulla, në këta 10 minutë të parë të emisionit doja të më thosh diçka për Tosin, po para se ti të më thoshje si e ke njohur atë, je një nga njerëzit që e ke njohur nga shumë afër Fatos Nanon. Të gjithë jemi kurioz të dimë, Ilir Kulla, ç'a ndodhi, sepse të gjithë ne e dinin nëpërmjet lajmeve që Tos Nano ishte në një lloj reanimacioni. Me ditë të tëra, ç'a ndodhi ditë e fundit? Pra ai u ndasot nga jeta, po çfarë ndodhi konkretisht? A di gjë? Mbrëm, sipas njërit nga mjekëve që e kanë ndjekur, se unë isha në spital sot. Ti ishe jashtë shtetit? Edhe nga aeroporti shkova në spital, se po mora Beslami. Edhe aty u takova me Tauland Ballën, që erdhi. Unë dhe Taulandi jemi nga çunat e ri që Fatosin në atë kohë, flasim këtu e 20... Para 20 vjetësh. Para. I ka dashur fort dhe i kam shtetur. Edhe teksa po flisnim me njëri nga mjekët që e kanë ndjekur, na shpjegoi që mbrëm kishte pas një rënje tensioni. Edhe pastaj gjendja kishte ardhur duke u përkeqësuar pavarësisht gjithë dëshirës edhe stafit mjekësor e infermierëve për ta rikthyer në jetë, domethënë pastaj sot. Po ishte në gjendje koma fatikisht? Po, ishte që kishte 3 javë që ishte. Që 3 javë ishte në gjendje koma? Një trompoz mushkërishe kishte çuar. Në cilin spital? Tek Hygeja. Miku i vjetër i tij, Leonard Solis. Leon Solis, ka qenë dhe ministri i tij dhe mik i tij dhe mjek i tij, domethënë ka qenë një nga njerëzit që e ndiqte. Dhe fatkeqësi, domethënë për mua është një ditë e trisht sepse ti di që unë kam shumë mik edhe pikërisht prandaj pra. Është një nga njerëzit që më ka mbështetur dhe më ka dashur shumë në rrugtimin tim. Por është Fatos Nano, domethënë, ishte i madh pikërisht sepse i arrinte të ngrihej mbi gjërat, mbi njerëzit, dhe kishte një shikim ndryshe të botës. Po të reflektojmë sot se si janë. Domethënë, kryetarin e parlamentit sotshëm Niko Peleshin, ai e ka futur në politikë, e mori në atë kohë e bëri prefekt Korçës. Edi Ramën e dinë gjithë që ai e mori, e ktheu, shumë të tjerë, domethënë nga deri te Taulanti që përmenda aty, domethënë është një nga njerëzit që me mendjen e tij, me mënyrën e të punuarit tij, me të qenit liberal, me zemër mirë siç ka qenë se ti e ke njohur afër, është njeri që do na mungoj. Mua personalisht shumë, po sigurisht më shumë familjar. Do lë një boshllik thua ti Kulla, Nano. Tek ne që e kemi njohur, po. Dhe vetëm jetën politike, po, dhe në jetën civile, dhe njerëz që e kanë njohur nga afër. Ajo që mungon në jetën politike të sotshme, me që përmendë jetën politike, ishte toleranca e Fatos Nanos. Domethënë, ti imagjinoje që për shembull nga 4 vite burg që kishte bërë Fatos Nano në kohën e Berishës, pastaj Fatos Nano të ulej me Berishën edhe të zgjidhte president republike, po. Dëgjova një takim zyrtar, po thua. Se është bërë një takim në 90... Takim zyrtar dhe jo zyrtar. Pikërisht pra, për pjesën jo zyrtare tani, Kulla, unë jam kurios të di. Do më kujtosh vetëm, ti do më updatetosh i vitet, sepse unë ati ngatrojmë shumë. Ishte momenti ku Bamir Topi bëje president. Endes ishte bërë dhe se ku e dëgjova sot në rjet, dikuj që Bamir Topi, ish presidenti i Shqipërisë, një nga ish presidentët, të përmendi dhe tha, përveç tjerave, tha që ka pasur njerëz jo nga politika, tha,
të cilët kanë pas një rol shumë të rëndësishëm në kohën kur u bë ai president, përmendim dhe ty. Mund të ma thuash, do të thënë, mund të më tregosh ndonjë gjë që nuk dihet, pra që ne nuk e dim kulla, çka ka ndodhur në atë kohë, është takuar? Bëhet fjalë për një Shkurtimisht na thuaj. Unë i kam dhënë fjalën Fatosit në atë kohë që nuk do ta tregoja këtë histori të paktën sa të ishte Fatosi gjallë, kështu që do ta them shumë shkurt, një herë tjetër mund ta elaboroj pak më gjatë. Kur duash ti më thuaj Që pas ka përmend presidenti Topi, bëhet fjalë për një takim, një darkë vonë ku ishte Berisha, ishte Bamiri dhe unë. Ma thuaj dhe vitin, muajin, se janë interesante to për t'i kuptuar. Bëhet fjalë dhe ku, dhe vendin. në qershor të 2007-s, këtu mbrapa tek Vila Mema, këtu në jo larg nga këtu ku jemi, që ishin Në qershor të 2007-s. Të 2007-s, po. Tosi në atë kohë ishte? Ishte deputet dhe ishte kryeministër, dhe Berisha ishte kryeministër. Po 2007, po fiks. Edhe bëhet fjalë këtu në Mullet të Vila Mema, që ishin miq të Bamirit dhe të Saliut. Edhe të gjithë e dini se Fatosi kishte ikur në Budva, fakt Fatosi u kthye nga rruga dhe organizuan takimin në darkë këtu dhe ka qenë me Berishën kemi ndejt deri natën në orët e vona. Ka qenë Berisha në tavolinë me Fatosin? Berisha se me Berishën bërë marrëveshje pastaj për... Po ky takim, kulla, ishte para asaj se sa ne ta shifrim në ekran? 3 ditë përpara ose 4 ditë. Pra, kjo morali fabullu cili është që gjithçka që ne shohim në ekran si marrëveshje kur bëhet publike, me siguri ka ndodhur shumë përpara. Morali është një nga moralet, por morali i fabulës është që Fatosnano ishte nga ata burra që shikonte shumë përtej dhe shumë larg gjërave. Domethënë nuk merri me inatin e ditës edhe. Po sa që ndrua në tavolinë ishe ti, që je, se thuash, dëshmitarin këtë gjë ta tregoj herë tjetër. Jo, e kam fjalën, ti Tosi, ishte ti Tosnano dhe Berisha apo kishte njerëz tjerë? Edhe Topi, edhe Bamiri. Ai ishte dhe Bamiri. Pra në një familje atje u bë biseda. Po, atje është bërë. Por këtë gjë e ka treguar Bamiri në librin e vet. Po unë për respekt Fatosnanos nuk do ta tregoj, do ta tregoj një herë tjetër, do ta kujtoj. Ti e ke mbajt fjalën se Fatosnano tani nuk është më në botën e të gjallëve. Po, kështu që përderisa se kemi përcjell akoma, unë jam detyruar. Është një gjë që ma ka kërkuar në atë kohë dhe unë do ta respektoj deri në momentin. Do ma tregosh një ditë tjetër dhe shumë shpejt bile, ka mundësi që herës tjetër i do jemi bashkë se jo nga që pas ka përmend presidenti Topi. Ka përmend. S'kisha ndërmend. Në atë më thuaj vetëm një gjë, për qefin tim për ta ashtu, se ti e di që unë jam kurioz shumë. Në atë ditë ju hongret dhe darkë, pit dhe verë, apo vetëm pit verë? Po verë, sepse Zoti Berisha pavarësisht se bën kështu sikur... Jo, e ka pranuar Berisha, që një gotë verë të mire do gjithmonë. Është konsumator i verave të mira dhe i konjakut. Ishte verë e mira jo atë natë? Po hongret dhe darkë? Jo. Së hongret darkë fare? Jo. Shkuam për të bërë takimin dhe takimi zgjati. Po këtë gjë do ta shpjegojmë në një herë. Po ishte darkë vonë apo darkë herë? Vonë, 11. A ka qenë 11 natës? Po ka qenë deri nga ora 3-4 e mëngjesit. Dakord. Dhe në 2007-ën, Tosnano ishte deputet? Ishte deputet. Dhe ndërkohë kryetar partije kush ishte? Edi Rama. Sepse Tosnano do të kujtojmë për njerëzit që ka qenë... Sepse Tosnano mblodhi 20 firma dhe kërkonte mbështetjen e Partisë Socialiste. Ky ka qenë konteksti pra. Për të zgjedhur president. 20 firma i mblodhi, por partia nuk i dha mbështetjen. Edhe pastaj në raundin e... I dha Bamirit 20 firma? Jo, në raundin e tretë ata, sepse kështu ishte... Po, se duhej me 3-5 ato. Në raundin e tretë u mblodhën firmat dhe nxorrën për konkurim që të nxirrnin Nanon jashtë loje, nxorrën Neritan Cekën dhe doli pastaj raundi 4 në cilin Fatosi vendosi të japi një zgjidhje politike sepse shikoj që po shkoj drejt bllokimit dhe zgjedhjeve të parakoshme. Dhe i dhuroi Bamirit sa vota deputetësh? 6 deputet në cilët u zgjodh Topi president në 2007-2012. Por ta shpjegojmë një herë tjetër. Marrëvesh. Dakor. Po në bisedë Tosi dhe Nano, dhe Tosi dhe edhe Berisha ishin kështu ishin të... Miqësore. Miqësore ishte, nuk ishin kështu. Madje miqësore edhe unë madje bëja shaka me... Berisha do kujtojmë që ishte kryeminist në atë kohë, po. Ishte kryeminist dhe kishte një moment, më thënë, ajo gjë që ishte në mendjen time unë, duke qenë që isha dhe djali i ri, shikoja thoya, pritet më se para 10 vjetësh ky Ekshtemburg, para 10 vjetësh ishte në 97 u bë lufta dhe ky Ekshtemburg. Megjithatë Fatosnano ishte kaq i madh sa i kalonte këto gjëra dhe shifte gjithmonë larg. Po pse u zgjodh pikërisht Mulleti? Aty qelloi ishin në periferi Tiranës dhe këta ishin miq të Bamir Topit dhe Sali Berishës edhe
me sa kuptova mbrapa i njifte dhe Fatos Nano. A, e njifte dhe Nano? Po sepse Nano kishte punuar këtu në këtë zonën këtu në kooperativ kur kishte qenë Dakor. kishte bërë atë. Po ai restorant vazhdon të thotë sa ditë apo është mbyllur? Po, vazhdon këtu mbrapa. Vazhdon. Po kur do ikim të hamë ne drejt në ditë? Po shkojmë një ditë. Do të më tregosh atë tavolinën ku ulët. Po sigurisht. Qofse s'ka bërë ndryshime në këto. Jo. Në mobilje në gjëra. Ka qenë Tasim Mema që ka qenë kryetari i qarkut në atë kohë dhe Tasimi kishte organizuar. Kur thua mullet e ke fjalën Mbrapa. se këtu mbrapa nuk kuptohet kur thua me dorë kështu. Kur sa del jo tek rreth rrotullimi i tegut, te rreth rrotullimi tjetër, sa del aty mbrapa. Dakor, fiksën mullet atëherë. Po, mullet. Pyta. Nuk kam qenë asnjëherë te ai lokal. Po, mund t'ja kërkojmë zotëve të punës. Do ikim se jam kurioz ta di. Ja kërkojmë Tasimit dhe Veselit. Nuk kam ndonjë prive atje, është thjesht lokal normal. Po, lokal normal. Okej. Çfarë do mbahet mend nga ky personazh, nga Fatos Nano? Pra, si thua pas 100 vjetësh, çfarë do thonë për Nanon kulla? E imagjinon dot? Do thonë që ishte njeriu që reformoi partinë më ultrakomuniste të Evropës në një parti të mirëfillt socialdemokrate. Do thonë që ishte njeriu që solli si rregull loje dhe ishte i vetmi atë që ne nuk e njohim në Shqipëri, që kemi biseduar bashkë këtu te ne si dorëheqjas presidenti i Federatës ping-pongut. Fatos Nano ishte njeriu që dha disa herë dorëheqje. Do thonë që ishte njeriu që kur e shikonte që dikush edhe pse e sulmonte, edhe pse i bënte opozitë, nuk e sulmonte, por e promovonte, i thoshte ec përpara. Dhe njeriu që qytetarin dhe demokracinë e kishte brenda vetes, në formimin e vetes. Edhe pse shpesh her pas here është stigmatizuar si njëri që tallet me të tjerët, që i vënë lojë, që qesh, që i bullizon etj. Sepse duke qenë që ishte më i mençur se të tjerët, duke qenë që ishte më origjinal se të tjerët, me mençurinë dhe me origjinalitetin i vinte në lojë edhe ata, sepse si do ta kalonte, se duhet kishte nerva shumë të buta, të cilat të kaloje nga një fenomen tjetër. Dhe duhet të thënë që është një nga shtetarët më të shuar që ne kemi njohur në këto 35 vite. Dhe me reforma shumë interesante janë bërë në kohën e tij. Reformat, për shembull, hapja e bankave, hapja e televizioneve, mori një hoftë papan në momentin që erdhi Nano kryeministër, se deri para tij ishte komplet shkretëtir. Reformat dhe shumë të tjera, po këto dyja reformat në strukturën e shtetit dhe në strukturën e ekonomisë të vendit janë gjëra që ne do t'i mbajmë gjatë. Do mbeten. Gjatë ndërmend. Ki parasysh që Fatos Nano i bëri shkollë politike, gjithë partive të vogla politike dhe gjithë partive tjera, dhe të mdhaja dhe PD-s, me KPD-n e famshme. Qartë, ajo është e famshme shumë. 3 ditë në cilën të gjithë dilnin aty, flisnin, sot nuk ke një parti që ta bëjmë mbledhje me dyrat hapur. Ajo është eleksion i papara. Në moment, ti marrësi për shembull që je kështu i filozofisë, do duke vetja sigur ishe në Agora, sigur ishe në Athinë në Lashte, 2500 vjet përpara. Dhe unë do t'i sugjeroja kolegët e rinj këtu që të tjera të studionin dhe të lexonin batutat e Fatos Nanos. Përveç tjera, Fatos Nano ishte edhe njëri shumë familjar, shumë i lidhur me familje, me njerëzit e vet, dhe shumë i përkujdesshëm ndaj kësaj. Pavarësisht se në imazh jep të gjëja imazhin e njeriu që nuk është kështu, po realisht ishte njëri që merrej shumë me motrat, me kushërinjt, me niprat, me gruan, me fëmijët. Dhe duhet thënë kulla, edhe pse në Shqipëri si japi shumë rëndësi, po ishte i vetmi nga kryeministrat që kemi aktualisht, që kemi pasur dhe që kemi akoma, që kishte një shkollë adekuate për të qenë kryeministër. Njëri ka qenë doktor, tjetri piktore, kupton? Se ky ishte ekonomist në ekonomist dhe kishte edhe eksperiencën, ai shkallët e karrierës në kishte ngjitur dal ngadalë, domethënë, filluar nga specialisti thjesht. Ishte në merakqet e mëdhaja të tij, shumë personale, ishte fakti që kur i ndroi jetën e ëma Maria, ishte në burg dhe nuk pati. E di se kam qenë dëshmitar atë. Ishte një merak që ai nuk e kaloi dot kurrë. Dhe për të mos harruar, ishte i pari politikan në Shqipëri, i nivelit lartë, po themi, që theu një tabu, pranoi hapur publikisht divorcin nga bashortja e tij e parë dhe martesën me bashortën e dytë. Kështu që sot e përfitoj nga rasti sepse kam një personale me të dyja, dhe me familjen e tij të parë, dhe me familjen e dytë, që t'i them ngushëllimet e mia për këtë njerëz dhe të mos jenë fare të mërzitur, sepse ky personazh, do të them ky personalitet, do mbetet shumë gjatë mendoj unë në mendjen e shqiptarëve, pikërisht për to cilësi që sapo numëroi dhe Ilir Kulla tani. Me siguri do ketë ceremonial për Fatos Nano të dielën. Do ketë ceremoni shtetërore, organizuar nga qeveria, do ketë edhe ditë zie,
Do jetë ditë zie. Po, do ketë pjesën e parë do jetë për publiku, njerëzit që duan shkojnë bëjnë homazhe tek Pallati i Kongreseve, pjesa e dytë do jetë për personalitetet që do vinë nga Kosova, Maqedonia, nga Shqipëria këto, dhe pastaj do jetë dhe varrimi. Dhe siç e pat, gjyrat e studios nuk ndryshuan, njësoj si ditët e tjera, ku vdekje s'ka. Sepse, siç e u thash, Sepse Fatos ishte njëri që donte shumë jetën dhe jetonte shumë jetën. po dhe nuk mërzite kur flite për vdekjen. Unë kam njohur për vite me radhë, po nuk është koha sot të tregoj ndonjë gjë. Një ditë kur do marrin dhe mua në intervistë ishte marrin kullën, dikush mund të tregoj historitë mia personale me Tosnano që janë shumë interesante dhe si kam harruar. Kam harruar shumë të tjera, po me Tosin asnjëherë, çudi e madhe. Megjithatë fjala, ky ishte një si të quajmë, më vjen fjala. Omazh in memoriam. Një in memoriam, se as omazh nuk është fakt, për një personalitet dhe një figurë si Tosnano, dhe prandaj ne e lam edhe ngjyrat e studios si që lëm gjithmonë. Kërkoj tani unë them me që është Halloween, dhe me që është Halloween i zi për pushtetin, i errët, le t'ju ndryshoj ngjyrën, dhe po të bëjmë një plan më të madh le dhe jo plan do shikoni që ngjyra tani u bë. Ç'është kjo ngjyrë? Le t'jo, ç'është kjo ngjyrë? Është